Veprimi i befasues i Jozit në rrjetet sociale. Që nga e shtuna pa dyshim që kryefjala e mediave ka qenë incidenti i ndodhur gjatë spektaklit të Big Brother VIP Albania ku Jozefin Marku qelloi me pëllëm banorin tjetër të shtëpisë Gjesti. Jozi ka zgjedhur të qëndrojë në heshtje duke mos u bërë i gjallë në rrjetet sociale, por sot llogaria e tij figuron si e mbyllur. Nuk dihet nëse ai vetë ka bërë këtë veprim apo i është bllokuar për arsye të tjera. Pas kësaj ngjarje, Jozi u shoqërua në komisariat ku pasi dha dëshminë e tij u procedua në gjendje të lirë. Kujtojmë se veprimi i tij ndaj Gjestit ja kishte shtuar numrin e ndjekësve në llogari. Ka pasur shumë nga ndjekësit e Big Brother VIP Albania që kanë dalë në mbrojtje të tij. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.